Përshëndetje gjithëve miq të Albania Newscast, takohemi në episodin ton të radhës. Fillimisht dua ta filloj me një falënderim për të gjithë juve që keni bërë me mira komente dhe like. Ju ftoj gjithashtu të bëni edhe subscribe në kanalin ton në YouTube dhe dua t'ju falenderoj për gjithë vëmendjen që na keni kushtuar. Padyshim jemi përpjekur që t'i lexojmë të gjitha komentet tuaja dhe ja kemi dal, përgjithsisht i kemi reflektuar me të ftuar që keni kërkuar, kemi patur shumë të ftuar edhe nga opozita, do të vijmë përsëri të kemi, do të kemi edhe nga majoranca dhe të gjitha palët e përfshirë në debatet dhe çështjet aktuale që lidhen me zhvillimet më të fundit brenda vendit. Kam shumë sugjerime për të marrë njerëz që janë pro protestës, kundër protestës, kemi patur të gjithë, do t'i jemi të asnjëjshëm në gjithë të situatë, do kemi njerëz që mendojnë pro, por edhe njerëz që mendojnë kundër me gjithë këto zhvillime. Sot do flasim për situatën më të fundit brenda kampit demokrat, por jo vetëm, edhe për çështje të tjera. Kam kënaqësinë të kem Iliriana Kuçanën, pedagoge, por gjithashtu dhe anëtare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kuçana, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Kuçana, ke bërë shumë buj, ke bërë edhe disa deklarata të forta pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar dhe votimit, shtimit të numrit me 34 ose 40 anëtar të rinj. Çfarë ka ndodhur në Këshillin Kombëtar të PD-s? Harbër, mendoj që të diskutosh brenda organeve ku të kanë zgjedhur demokratët dhe ja u ketë detyrim për të përçuar zërin e tyre në organet e Partisë Demokratike, mendoj që është krejt normale. Patjetër që Partia Demokratike është partia e cila duhet të vijë në pushtet, duhet të jetë alternativë qeverisëse, por në radhë parë duhet kthehet në legjitimitet, që do të thotë nuk mundet që kuvendi kombëtar të miratoj 200 anëtar dhe kushdo qoftë ai që ka shtuar 37 emra do duhet të mbaj përgjegjësi. Dhe unë nuk i kam kërkuar asgjë më pak dhe asgjë më shumë zotit Berisha, vetëm se të kthehet në legjitimitet. Pra, pas zotit Berisha jam drejtuar të gjitha organeve të Partisë Demokratike për të kthyer në legjitimitet Partinë Demokratike, që do të thotë, në qoftë se ne i dolim kundra Lulzim Bashës për statutin dhe për shkeljen e statutit, atëherë ne nuk mund të pranojmë që të shkelet vetë statuti. Për ata që nuk e din, se ju e dini shumë mirë njëjtën situatën PD, për ata që nuk e din, çfarë është bërë me statutin, ku është shkelur statuti? Atëherë, aty ka disa shkelje të cilat unë jam drejtuar edhe gjykatës partisë, pres përgjigje nga gjykata partisë dhe pres që të kthehet legjitimitet. Pra, Këshilli Kombëtar duhet të jetë me 200 anëtar. Aq sa që ka miratuar kuvendi kombëtar. Po m'fal, ata mund të propozonin 300 anëtar. Po kush do t'ju thoshte jo? Kuvendi kombëtar do t'i miratonte 300, 400, 500 si në kohën e Lulzim Bashës. Pra, nëse vendosim që të kishim 200 anëtar, duhet kemi 200 anëtar aq sa që ka miratuar kuvendi kombëtar dhe Këshilli Kombëtar duhet të jetë pjesë e vullnetit të kuvendit kombëtar, si pjesë sa më e rëndësishme në Partinë Demokratike, sepse është parlamenti i Partisë Demokratike. Dhe kur flasim për legjitimitet, flasim pikërisht për parim. Dhe unë kur bëhet fjala për parim, unë patjetër që nuk pranoj dhe nuk bëj kompromis, kam treguar ndër vite. Pra, janë shkelur statuti nga 200 anëtar u shtuan me 34 anëtar. 37 anëtar. 37 anëtar, pra, unë e di 40, po 3 minus janë. Pra, kjo është shkelje e rëndë sipas jush, ose përse kjo është shkelje e rëndë? Funditës është një zhvillim partijak i cili ka bërë një hapje, të themi, të mirë për të marrë figura të reja në PD. Atëherë, nëse Partia Demokratike do të kërkonte 300 anëtar dhe kuvendi kombëtar do t'i miratonte 300 anëtar, ju thash edhe një herë, mund të ishin 300 anëtar. Unë kërkoj thjesht respektimin e demokratëve në gjithë Shqipërinë, ata që kanë miratuar në kuvendin kombëtar. Pra, thjesht respektimin e vullnetit dhe asaj që është propozuar qindra mira demokratëve ditën në kuvendit kombëtar. Nëse nuk ka reflektim nga leadershipi i PD-s, nga gjykata e PD-s që thatë ju, unë besoj që nuk do ketë, ose është mendimi im. Le të shpresojmë që do ketë. Partia Demokratike është... Se këtu kanë probleme gjykatat serioze, me gjykatat partijake, po gjithsesi. Mendoj që Partia Demokratike është dhe duhet të jetë alternativa qeverisëse, dhe nëse Partia Demokratike nuk reflekton brenda institucioneve të saj, atëherë është problem se si do të bëjmë shtet në një narkoshtet, në një vend si Shqipëria ku nuk ekziston fare shteti dhe institucionet, atëherë kush do të bëjë shtet? Këta të cilët brenda partisë nuk do kthejnë. Unë për shembull
një gjë nuk kuptoj. Mendoj që gjithçka duhet të funksionojë në anë shkresore. Gjithçka duhet të funksionojë. Po, dhe unë mendoj që çdo parti dhe çdo organizatë e cila është patjetër shumë e rëndësishme që njerëzit prandaj zgjidhen aty për të funksionuar dhe për të treguar modelin se si do jenë nesër ata në pushtet. Dhe jo për të ardhur në pushtet për karrierën e tyre personale, por për të ardhur në pushtet për shtet. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të tregojmë modelin ton. Dhe unë kam kërkuar që të tregojmë modelin ton brenda familjes ton politike. Ke bërë një deklaratë, ke propozuar një rezolut kundër mulizimit të partisë. Qartazi duket që kur e kishe me zotin Flamur Noka. Tani, kaq i fuqishëm është zoti Noka sa duket sikur është ai kryetar apo thjesht është një zbatues i mirë. Atëherë, unë nuk komunikoj fare dhe nuk refuzoj të merrem me individ të caktuar. Rezolutat, ke shkuar dhe të rezolutat? Po, është fenomeni, patjetër. Çfarë fenomeni është? Fenomeni është i rrezikshëm në Partinë Demokratike, por jo individi. Dalemi pak te fenomeni. Çfarë fenomeni është ky? Mulizimi. Mulizimi është një grup i cili pa meritokraci, një grup i cili për hir të së vërtetës marrin çdo vendim ekonomik, politik. Çdo gjë ndodh në zyrën e katit të tretë. Dhe ky është kthyer tashmë në fenomen shqetësues për Partinë Demokratike. Ndërkohë që ka raste që ky fenomen i katit të tretë, mulizimi, ka raste që nuk shpërndan as përgjegjësi që i takon kryetarëve të partisë, që i takon funksionarëve të caktuar të partisë. Pra, ky është fenomeni që duhet të luftojmë për Partinë Demokratike. Nuk kam kërkuar asgjë më pak dhe asgjë më shumë, vetëm se forcimin e Partisë Demokratike në kthimin e meritokraci, kthimin në identitet dhe në atë çka u rithemelua Partia Demokratike. Duhet të themi që Partia Demokratike është larguar nga rithemelimi, nga njerëzit të cilët ishin në rithemelim, nga ato të cilat u ngrit rithemelimi, meritokraci, më të hapur, më të bashkuar, për hir të së vërtetës mendoj që Partia Demokratike në këtë moment duhet të reflektojë dhe unë nuk arrit ta kuptoj dot pse pati kaq shumë bujë deklarata ime, ndërkohë që unë kam pasur qëndrimet e mia mediatike brenda strukturave, kam qenë gjithmonë për reflektim brenda Partisë Demokratike. Një parti që është 13 vite në opozit, do duhet ta mendoj shumë seriozisht çdo veprim që bën, sepse çdo veprim që bën Partia Demokratike reflektohet tek demokratët, tashmë jo vetëm tek demokratët, sepse rezoluta ime realisht nuk ishte thjesht mulizimi. Mulizimi ishte pika 3 e rezolutës. Rezoluta ime kishte në thelb mbështetjen e protestës, dëgjimin e sheshit. Pra, në një vend ku njerëzit vazhdojnë të jenë në ditë të nxehta, fund korriku, mendohet që do vazhdojnë në gusht, dhe vazhdojnë qytetarët të jenë në shesh, opozita duhet të dëgjojë sheshin, duhet i përgjigjet sheshit. Dhe kam kërkuar si partia më e madhe opozitare, si ajo që do duhet të jetë alternativë qeverisë së nesër, kam kërkuar që Partia Demokratike të dali me një rezolut ku të mbështesi 5 pikat e protestës, të dënoj me ashpërsi dhunën ndaj protestuesve dhe më pas miratimin Po këto i ka bërë Iliana, për të qenë korrekt. Zoti Berisha i ka bërë deklarata të përditshme dhe ai tha që ky është ekipi më i mirë që ka Partia Demokratike, Këshilli Kombëtar më i mirë. Arber, Partia Demokratike nuk mund të drejtohet me deklarata për shtyp. Partia Demokratike është institucion, është ajo që duhet drejtojë Shqipërinë nesër dhe duhet nëpërmjet vendimeve. Dhe vendimet duhet të merren në Këshill Kombëtar, në organin më të lartë që ju kanë besuar demokratëve. Dhe unë kërkova pikërisht miratimin e një rezolute në Këshill Kombëtar. Pse s'u miratua? Nuk u miratua sepse din ata, mendoj që nuk u diskutua, se pastaj ne nuk e dim nëse do të miratohej apo jo. Po besoj që detyra e kryetarës së Këshillit Kombëtar, e cila ndoshta për shkak të mungesës së eksperiencës, për shkak të mungesës së njohurisë. Kush është për ata që nuk e din? Ka shumë që nuk e din, se është një figurë e re. Po politikisht kanë të drejtë që nuk e din. Pra, politikisht është një njeri që ka hyrë dje në Partinë Demokratike. Pra, jo çdo njeri që del në televizion edhe Kush është? Dëgjoj, nuk dua të merrem fare me emrat, se përderisa thua kush është, do të thotë që për opinionin publik nuk thot asgjë. Është aktore, unë e di po flas. Po, shumë respekt për të si aktore. Patjetër, edhe si aktiviste.
por që të jesh brenda një forumi, brenda një partie, do të shkosh në nivele ku ka qenë Bujar Nishani, besoj se duhet kalosh sa sprova në Partinë Demokratike. Duhet përballesh me disa beteja, duhet njihesh me demokratët, duhet të të njohin dhe të njohësh demokratët. Zonja e Miri nuk i njeh strukturat, nuk e njeh kush zonjën e Miri në struktura. Dhe ti nuk mund ta marrësh ta bësh kryetare të Këshillit Kombëtar. Pra, meritokracia në Partinë Demokratike, Partia Demokratike ka shkelur çdo parim të rithemelimit. Pra, nuk mundet. Patjetër ke figura të cilat mund të ishin kryetarë të Këshillit. Përse i marrin këta njerëz? Do kalojmë edhe atje. Si ka mundësi Liriana, këta njerëz që nuk kanë meritokraci partjake, as politike, se janë Zoja Miri, për shembull, është një figurë as politikisht, nuk është se ka spikatur, që ne e njohim, ka bërë deklarata siç mund të jenë disa aktorë të tjerë ose artistë. Si ka mundësi merret, katapultohet në një post kaq lart? Këtë mund ta pyesni zotin Berisha, i cili e ka propozuar. Besoj që kjo është një pyetje që meriton të bëhet zotit Berisha. Pra, kush është zonja një fjalë, çfarë kontributi ka në Partinë Demokratike, sa kohë ka që është antare e Partisë Demokratike, sa i njeh demokratët, sa e njohin demokratët. Pra, kjo është një pyetje që i takon t'ia bëjmë Sali Berishës. Ndërkohë që aty ke figura të cilat janë spikatora, pra të mendosh që kryetari i Këshillit Kombëtar ka qenë figura si Bujar Nishani, kanë qenë figura spikatora, dhe mendoj që figura, edhe pse pozicion honorifik, pra du ta themi, por duhet jetë një personalitet politik, duhet jetë një personalitet i cili i njeh demokratët, e njohin demokratët, po mbi të gjitha duhet i njohë antarët e Këshillit Kombëtar. Zonja Mirë është për herë të parë antare e Këshillit Kombëtar. Pra nuk mundesh që nga herë e parë antare e Këshillit Kombëtar të shkosh atë katapultohesh bësh kryetare e Këshillit Kombëtar. Por jemi përbalë një fakti tani. Po, kjo s'do të thotë që ne nuk kemi të drejtë të mendojmë. Fakti që zoti Berisha ka menduar në atë mënyrë, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi të drejtë që t'japim argumentet tona politike. Iliriana, kam një pyetje të sinqertë dhe drejt për drejt. Koha ka kaluar. Ti ke qenë PD ke vite. Jam 3 herë antare e Këshillit Kombëtar. Ke vite në PD. E ke parë atë që ndodhi me zotin Basha, pra që vendoste ai gjithçka, merr zoti Berisha, apo bëhet dhe zoti Berisha autoritari që të gjithë e kritikojnë në media, analistët, pra thonë që nuk ndryshon asnjëherë. Bën sikur ndryshon, po në thelb shkon prapë te varianti i tij që partia është një pronë private dhe ai vendos çfarë të doj. Arber, unë jam bashkuar prej ditës së parë zotit Berisha. Më lejoni për ata që nuk e din, për herë të parë antare të Këshillit Kombëtar kam qenë me zotin Basha. Pra duhet për ata që nuk e din. Jam bashkuar zotit Berisha prej ditës së parë, siç e dini, në lëvizjen e tij, sepse jam bashkuar parimit. Pra, në momentin që zoti Basha shkeli statutin dhe mori një vendim personal, unë undava me zotin Basha dhe më ndau parimi. Pra duhet të themi që undava për shkak parimit. Dhe ju e dini që kam qenë qënditet e para në krah të zotit Berisha, e kam mbështetur. Besoj që jam nga ato ndoshta në Partinë Demokratike që s'kam kërkuar kurrë asgjë nga Partia Demokratike. Besoj që jam nga ato që unë i kam dhënë Partisë Demokratike, nuk i kam marrë kurrë, pra nuk del dot të thotë dikush që Iliriana ka përfituar apo ka qenë në këtë pozicion Partinë Demokratike. Pra jam prej më shumë se një dekade pranë Partisë Demokratike, vetëm duke i dhënë Partisë Demokratike. Dhe kur them duke i dhënë, për të bërë një parti demokratike, për të bërë një parti demokratike e cila në thelb ka meritokracinë, jo për një parti demokratike i cila i merr njerëzit nga rruga dhe i katapulton. Ti sot ke njerëz të cilët nuk i njeh kush, nuk i thon asgjë askujt, ata mund të jenë shumë të mirë në fushat e tyre, por kjo nuk do thotë që ti spikat politikisht. Dhe besoj se karriera politike në një parti duhet jetë me shkallë, duhet jetë hap pas hapi. Pra ti nuk mund ta marrësh dikë nga rruga dhe ta çosh në drejtimin e organeve më të larta në Partinë Demokratike. Ndërkohë që nuk e njeh askush. Nuk e njeh askush në struktura, duhet të njohin strukturat. Duhet të njohin baza, duhet të njohin demokratët. Dhe kur ti bën këtë te i kalim, unë mendoj që në radhë parë e dëmton Partinë Demokratike, se individin patjetër që e dëmton, se cili do që në gjithë shkallët pa e kuptuar se si funksionon atje poshtë, më beso që nuk e ka aftësinë për të drejtuar mirë lart. Prandaj duhen gjithë shkallët një nga një dhe prandaj duhet të jetë meritokracia në Partinë Demokratike. Dhe me zotin Basha unë jam ndarë për shkak të statutit. Dhe me cilin do që shkel statutin, ndarja ime është
patjetër në mënyrë kategorike, pra, cili do që shkel statutin. Do ndërmerrni hapa të tjerë Iliriana për këtë situatë dhe je vetëm në këtë betejë apo ka dhe njerëz të tjerë që mendojnë si ty? Do të bëj gjithçka për ta kthyer në legjitimitet Partinë Demokratike. Partinë të cilën kam investuar kohën time, partinë për të cilën kam bërë betejë politike. Më lejoni, jam ndër njerëzve që janë përplas me bandat kriminale, apo jo? Nuk është fort të thjesht për një femër në politik t'i dalësh ballë për ballë bandave kriminale. Kam bërë denoncime ndoshta në SPAK, futem ndoshta ndër figurat që kanë bërë më shumë denoncime në SPAK. Dhe këtë e kam bërë për Partinë Demokratike. Dhe këtë betejë që po bëj për statutin, për legitimitetin, për meritokracinë, për shpëtimin e PD-s, po e bëj pikërisht për ata demokratë të cilët na kanë ndjekur dhe na kanë besuar. Dhe ne ja u kemi borxh, jo vetëm unë, por rreth parë zoti Berisha dhe më pas të tjerët, ja u kemi borxh atyre demokratëve, 500.000 demokratëve që na ndoqën në ditë të vështira për Partinë Demokratike, pa logo, pa vul, pa seli, dhe ata ishin aty. Por duke sikur janë harruar ato. Po, Partia Demokratike është e vërtetë që e ka harruar rithemelimin. Partia Demokratike jo thjesht njerëzit e rithemelimit, por edhe mbi baza që u ngrit rithemelimi, mbi meritokracinë, mbi ato të cilat realisht na ndoqën mira demokrat, na duartrokitën mira shqiptarë të cilët nuk ishin me Partinë Demokratike, por foltoria duhet të themi zgjoi një shpresë të jashtëzakonshme dhe atë çka ju premtuam demokratëve në çdo rreth, kam qenë në çdo rreth me zotin Berisha. Vetëm në Korçë edhe një qytet tjetër, e kam ndjek kudo zotin Berisha. E kam ndjek sepse e kam besuar dhe patjetër që unë çdo gjë që besoj e ndjek dhe nuk jam fare dhe nuk bëhem pishman që e kam ndjek, sepse në momentin që zoti Berisha po bënte një betejë për parimin, për demokracinë, se si duhet funksiononte Partia Demokratike, zoti Berisha sot e ka detyrim ndaj demokratëve ta kthej Partinë Demokratike në parim, në meritokraci dhe në bazat ku u krijuar rithemelimi. Është vetëm Iliriana Kuçana apo ka edhe njerëz të tjerë në PD që mendojnë si ajo? Jo, nuk është vetëm Iliriana Kuçana, ka deputet, ka antar të Këshillit Kombëtar, ka antar të kryesie, të cilët takimet tona që i kemi të vazhdueshme mendojnë një lloj si ne. Pra janë njerëz të cilët e duan Partinë Demokratike, duan ta shpëtojnë Partinë Demokratike dhe duan që demokratët t'ju shpërblehet duke ardhur në pushtet Partia Demokratike, duke qenë alternativë qeverisëse Partia Demokratike. Dhe ata të cilët, për hir të së vërtetës, mendojnë si Iliriana, nuk janë pak, po janë mazhorancë, të cilët mendojnë si Iliriana, që po, mulizimi, mungesa e meritokracisë, katapultimin Partinë Demokratike, nuk bën gjë tjetër veç se dëmton Partinë Demokratike. Dhe ne nuk po kërkojmë asgjë tjetër vetëm se kthimin në legjitimitet dhe në kthimin në bazat të rithemelimit të Partisë Demokratike. Mendojnë si ty apo është një nukël i cili do t'i shprehë dhe publikisht, do filloj një lëvizje për demokratizim, për hapje ose nuk e di, çështje ligjore. Zoti Lisandër Hoxha, 2 javë më parë, më tha që po mendojmë edhe hapa ligjore. Atëherë mendoj që çdo hap i cili do të jetë i domosdoshëm, pra i nevojshëm patjetër, i domosdoshëm për ta kthyer Partinë Demokratike, për ta shpëtuar Partinë Demokratike, për ta kthyer legjitimitet, patjetër që do marrim çdo lloj hapi i cili është i nevojshëm. Por unë besoj fort që zoti Berisha do ketë reflektuar, patjetër, do duhet të reflektojë dhe do duhet që mazhorancën, njerëzit që janë në kupolën e Partisë Demokratike, ata të cilët i kanë zgjedhur demokratët, jo ata të cilët i ka zgjedhur Muli, pa ata të cilët i ka zgjedhur demokratët dhe i duan demokratët, do duhet minimalisht t'i dëgjoj dhe të reflektoj për atë çka deputet, antar kryesie, antar të Këshillit Kombëtar shkojnë dhe ja thonë çdo ditë zotit Berisha në zyrë. Pra zotit Berisha nuk i kemi kërkuar asgjë më pak dhe asgjë më shumë se sa të dëgjoj zërin e demokratëve. Beson ende që do t'ju dëgjoj Iliriana, e duhet sinqert? Nuk mendoj se zoti Berisha duhet dëgjoj Ilirianën apo disa njerëz. Nuk po them individin. Mendoj që zoti Berisha ja u ka detyrim demokratëve t'i dëgjoj, ja u ka detyrim demokratëve që qoftë në foltorën e parë, qoftë në turin e 2 që bëri zoti Berisha, njerëzit kanë folur hapur.
Dhe zoti Berisha nuk duhet bëj asgjë më shumë dhe asgjë më pak, vetëm se të dëgjoj zërin e demokratëve që i kanë thënë në çdo sallë. Dhe unë nuk kam thënë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se ato që kanë thënë demokratët. Nëse kjo nuk ndodh? Ne nuk e dim se çfarë do të ndodh. Mendoj që politika nuk është një moment, mendoj që është maraton, patjetër që çdo njeri që merret me politikë ju ka detyrim dhe ju ka borxh atyre demokratëve, qindra demokratëve, mira mesazhe kam marrë nga demokratët të cilët më kanë përgëzuar për atë të cilën unë propozova dhe për të cilën atë kërkova në Partinë Demokratike, sepse nuk kërkova diçka personale për Ilirianën, pra le ta theksojmë edhe për opinionin publik, nuk kam kërkuar asgjë për Ilirianën. Nuk më duhet një karrige edhe një zyrë në Partinë Demokratike që Partia Demokratike të rrinë opozit. Unë nuk kam nevojë si shumë njerëz aty për të bërë mediatik apo për të bërë të njohur për të pas një pozicion në Partinë Demokratike. Partinë Demokratike kam hyrë si person publik, kam hyrë si njëri i kauzave dhe nuk kam pas fare nevojë për protagonizëm, sepse protagonizmin ta japin punët, ta japin veprat, ta japin aktet e forta politike. Dhe më lejoni t'ju them që eksperienca para 4 viteve në Partinë Demokratike ka qenë një eksperiencë jo fort e mirë me zgjedhjen e sekretariateve. Ka dyer sekretariatësh që nuk janë hapur kurrë arbër. Cilat janë këto, se nuk i dim, Iliriana, ndjesë se nuk merremi shumë me çështje kaq të brendshme politike të një partie. Arbër, ju jeni një gazetar i një kalibri të lartë, edhe patjetër që unë mirë kuptoj edhe pyetjet tuaja. Edhe më lejoni që t'ju them që do t'jem krejt e drejt për drejt, ashtu siç di t'jem unë, pra. Kush më njeh e di që Iliriana është shumë e drejt për drejt. Ke antar kryesie, ke drejtues sekretariatësh që sot janë në krahat e Edi Ramës. Më duket se sot bëhet publike emrimi i një nga drejtueseve të sekretariateve që para 4 viteve Partia Demokratike e kishte në kryesi dhe kishte antare kryesie. Pra, më lejoni që t'ju them që shumë prej këtyre janë sot në krahat e Edi Ramës. Pra, kanë qenë para 4 viteve antar kryesie, drejtues në sekretariatet caktuara dhe në momentin që nuk u shpërblyen me një vend deputeti, ata ikën dhe u larguan në krahat e Edi Ramës. Iliriana Kuçana, më lejoni t'ja u them, për ata që më ndjekin. Iliriana Kuçana nuk është larguar nga Partia Demokratike edhe kur ka humbur zgjedhjet para 4 viteve, jo humbur se ato nuk janë zgjedhje të humbura, ato janë zgjedhje grupesh. Pra, Iliriana është e fortë në terren, është e fortë në elektorat, po nuk fiton dot brenda strukturave të partisë, brenda konjunkturave të mulit. Pra, nuk është një arritje e madhe të fitosh në konjunkturat e mulit në Partinë Demokratike. Dhe më lejoni t'ju them që para 4 viteve unë kam qenë propozuar nga zoti Berisha për të drejtuar një sekretariat të organizatave partnere, ku i siguroj edhe zotit Berisha, por edhe demokratëve, do t'ishte një nga sekretariatet model sot në Partinë Demokratike. Sepse unë kam treguar që di të bëj punë. Kam treguar që di të bëj punë qoftë me frontin për shpëtimin e Shqipërisë, ku në Partinë Demokratike është një libër. Pra, është një vepër në Partinë Demokratike dhe nuk e çbën dot njëri që thotë jo. Pra, njerëzit kur marrin një pozicion, ja do ta shpjegoj tani. Pse kjo betejë mes zotit Noka dhe teje? Jo, nuk është betejë. Jo, nuk është betejë. Që ta i të bën gjithkohës, me sa po kuptoj. Jo, nuk është betejë kjo. Më lejoni t'ja u shpjegoj që personi i cili ka fituar përballë meje në garë, ajo mund të jetë vajzë shumë e mirë në planin personal, por ne nuk i kemi për të bërë krushqin në parti, në politikë. Ne na duhen politikanët mira, na duhen për të shërbyer politikës dhe partisë. Sot ajo ndodhet në fotot e Blendi Gonxhës dhe të Sara Miles. Pra, imagjinojeni dot, pra sulmohet dhe luftohet Iliriana Kuçana dhe suportohen njerëz që pas 4 viteve sot nuk janë fare pjesë të Partisë Demokratike. Pra, që ka përgjegjësinë për këtë? Përgjegjësinë e ka në radhë të parë, mendoj që tashmë përgjegjësinë në mënyrë të drejtë për drejtë e ka zoti Berisha. Zoti Berisha nuk mundet që të propozojë njerëz në stafin e tij të ngushtë, të cilët nuk i njeh, por që ja çon muli. Nuk mundet tash. Pa tash është e turpshme të bëj listën e sekretariateve dhe muli është turp. Më fal. Pa dashur të merrem se nuk dua të jap shumë protagonizëm sepse unë për hir të vërtetës nuk kam dashur të merrem me individin, se nuk dua as ta faktorizoj, sepse e kam faktorizuar këto kohë. Besoj, për shkak të zhvillimit. Faktorizoi dhe zoti Berisha që zgjodhi përsëri. Pastaj zoti Berisha nuk mendoj se faktorizoi, se sa i bëri dëm Partisë Demokratike me zgjedhjen e një njeriu i cili ja kërkuan
deputet, antar kryesie, antar të Këshillit Kombëtar, ne nuk i tham largo Flamur-Nokën. Se fundja kush jam unë që t'i them Sali Berishës të largoj Flamur-Nokën. Absolutisht. Ne i tham që në pozicionin më kyç të Partisë Demokratike, që është sekretari i përgjithshëm, të vendosi një njeri i cili demokratët e pranojnë. Do morali Zoti, do të ishte një figurë e jashtëzakonshme për qenë sekretari i përgjithshëm. Por nuk u futas kandidat. Luciano Boçi. Dakor, po nuk u futas kandidat. Do të ishte një figurë. Do të guxonin më shumë Iliriana. Do duhet të ishte. Zoti Noka guxon edhe punon. Tani, të lutem, Arber, Zoti Noka, se ndonjëherë për gjithë demokratët që më ndjekin, duke i përshëndetur dhe duke u përulur përpara demokratëve, unë përulem përpara cilit do demokrat. Edhe ai që ka kritik ndaj meje në këtë momente, por që me kohën do m'japi të drejtë, edhe përpara atyre mira demokratëve që më kanë shkruar mesazhe duke më përgëzuar dhe duke më thënë që jemi në mbështetjen tuaj, edhe të atyre shqiptarëve që janë pa parti që më kanë shkruar gjatë këtyre ditëve, unë dua t'ju them që Zoti Noka pas Sali Berishën do të ishte një asgjë dhe nuk do ta njihte askush. Po, Zoti Noka pas Sali Berishën do të ishte askushi. Ndërsa Iliana Kuçana nuk është e njohur nëpërmjet Partisë Demokratike. Iliana Kuçana ka drejtuar kauza, ka qenë person publik para se të vinë Partinë Demokratike. Pra, mendoj që njerëzit duhet të fillojnë të bëjnë një njësi matse. Gjithçka që ka në jetën e tij, Flamur Noka i ka për shkak të mbështetjes që i ka dhënë Sali Berisha politikisht. Dhe kur më thonë ndonjëherë është besnik i Sali Berishës, po më fal, ai pas Sali Berishën do të ishte asgjë. Prandaj jo besnik, por mendoj që ai duhet të shqetësohet çdo ditë dhe të lutë si Zotin që ai është njohur dhe ka takuar Sali Berishën jetën e tij, se nuk do ta njihte askush Flamur Nokën nëse s'do të kishte takuar Sali Berishën. Këtu bijem dakord. Nuk do të besoj, po kjo vlen për çdo kryetar partie që ka një njerëz që ka shumë të besuar. Pyetja ime është kjo, Iliriana. Zoti Berisha duhet të qëndrojë më në krye të PD-s apo jo? Sepse me sa duket në fund të ditës fatura aty shkon. Ai është përgjegjës për mungesën e meritokracisë, pranon, siç thua ti, po citoj çdo emër sekretari që i çon Zoti Noka, pra e ka humbur Zoti Berisha instinktin politik me këto që thua ti, apo ka ende kohë për të rikuperuar brenda? Me lejoni që t'ju them atë që unë kam thënë. Mendoj që në politik duhet ruajtur gjithmonë koherenca politike. Jo në politik, po kudo. Zoti Berisha është dhe do të mbetet gjithmonë lider historik i Partisë Demokratike. Ne bjem dakord në këtë pikë. Zoti Berisha është lideri i demokratëve. Është idhulli i demokratëve. Zoti Berisha është ai i cili bëri liberalizimin e vizave. Zoti Berisha është familjari model. Zoti Berisha është mjeku profesionist. Zoti Berisha është intelektuali i jashtëzakonshëm. Zoti Berisha patjetër që ka shumë gjëra të cilat unë jam bashkuar atij dhe kam besuar tek Zoti Berisha. Se nëse nuk do t'i kishte këto, ma beso që nuk do t'a kisha ndjekur në mënyrë kaq të verbër Zoti Berisha. Pra, unë jam shumë afër me Zotin Berisha si mjek, si politikan, si kryeministër, i cili ka bërë vepra të jashtëzakonshme, i cili ka luftuar krimin. Jam për Zotin Berisha si familjar, jam për Zotin Berisha si intelektual shumë afër. Por, në këtë moment jam larg Zotit Berisha në mënyrën se si po e drejton Partinë Demokratike. Po, në mënyrën se si po reagon ndaj demokratëve, ndaj atyre të cilët i çojnë fakte Zotit Berisha për njerëz saktuar në Partinë Demokratike. M'fal, po Zoti Berisha nuk mund të pranoj kurrësi që në Partinë Demokratike të na vëm gishtin me njerëz të cilët kanë familjarët pjesë të grupeve të strukturuara kriminale. Ka të tillë në PD? Po patjetër që ka. Patjetër që ka. Dhe Zoti Berisha për shkak të disa që janë shumë pak emra, nuk mundet që ta bëj pjesë gjithë Partinë Demokratike. Zoti Berisha duhet marrë vendime. Siç mori vendime në 2005 dhe luftoi të gjitha bandat kriminale, besoj që Zoti Berisha ka luftuar gjitha bandat kriminale, apo jo? Nuk besoj që dali dikush në Shqipëri dhe të thotë që Sali Berisha është ulur me bandit, apo e ka telefonuar një bandit në Shqipëri. Pra Zoti Berisha ka meritat jashtëzakonshme si lider historik i Partisë Demokratike, si kryeministër i cili ka marrë vendime, mbani mend çfarë vendimesh mori në 2005 për të luftuar gjithë bandat kriminale. Tani ky lider i madh, ky figura
e jashtëzakonshme idhullit demokratëve, i cili ka luftuar krimin, nuk mundet që për asnjë arsye të mbaj brenda Partisë Demokratike njerëz të cilët familjarët e tyre kanë të shkuar kriminale. Patjetër që nuk mund të jenë këta pjesë në kupolën e Partisë Demokratike. Nuk mundet që zoti Berisha, njeriu i cili s'ka bërë kurrë kompromise me krimin dhe me korrupsionin, të mbaj sot pranë tij në gjirin e tij njerëz të cilët marrin tendra të Belinda Balluku, të Akshi, të njerëzit e Edi Ramës. Sepse kjo bën pis 500.000 demokrat. Dhe zotit Berisha i kemi kërkuar për të bërë vetting Partinë Demokratike. Kemi firmosur një material i cili në atë kohë nuk e kemi bërë publik, sepse nuk është betejë e parë që ne po bëjmë brenda Partisë Demokratike Arbër. Ne kemi dorëzuar një dokument ku i kemi kërkuar vetting për të ngritur një komision për të bërë vetting për cilin do zyrtar të Partisë Demokratike, për çdo antar të Këshillit Kombëtar, për çdo deputet, për çdo antar kryesie dhe për çdo drejtues sekretariati. Pra në nivelet më të larta drejtuese të Partisë Demokratike, kryetar degësh, nuk mundet që të kemi njerëz të cilët kanë psehe në jetën e tyre dhe nuk mundet që të bëjmë pis demokratët. Kjo nuk është betejë për Ilirianën. Kjo është betejë për Partinë Demokratike, e cila duhet të kthehet në Partinë Demokratike që lideri historik Sali Berisha e ka mbrojtur me fanatizëm. Pra, nuk mundet që sot Partia Demokratike të mbetet peng i disa personave të cilët janë të lidhur, qoftë familjarët e tyre me të shkuar kriminale, qoftë të lidhur me tendrat e qeverisë së Edi Ramës. Pra, në këtë moment, mendoj që zoti Berisha duhet të marrë një vendim. Nëse nuk e merr? Dhe, nëse nuk ka reflektim? Zoti Berisha, si burr shteti, si njeriu i cili ka luftuar krimin, si njeriu i cili ka luftuar korrupsionin, si ai i cili është profesionist në fushën e tij, po mbi të gjitha ka marrë vendime të rëndësishme gjatë jetës tij politike, ka momentin e tij historik për ta pastruar shtëpinë. Zoti Berisha doli me një premtim nga arresti shtëpiak, 300 ditë, ku unë i kam qëndruar çdo ditë poshtë shtëpisë. Po, unë dhe një pjesë i kam qëndruar çdo ditë poshtë shtëpisë zotit Berisha, e kam ndjekur nga dita e parë te Rogneri zotin Berisha, sot ja kërkoj publikisht zotit Berisha, ja kam kërkuar personalisht përpara se t'ja kërkoj publikisht të pastroj shtëpinë e tij. Të pastroj nga njerëz që bëjnë pis Partinë Demokratike, nga ata të cilët kanë të ngrej një komision dhe të bëj vetting në Partinë Demokratike për çdo njeri të lidhur me krimin dhe me korrupsionin. Më lejoj një pyetje. E kam pyetje dhe deduksion logjik. Deri ne folëm që zoti Berisha në thelb përveç arritjeve, gjitha ato merita që kanë kaluarën, është kthyer edhe në problem në PD. Problemit ti kërkosh dhe zgjidhjen mos ka një abstraksion logjik? Unë nuk mendoj se zoti Berisha është kthyer në problem. Unë e kam votuar Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Zoti Berisha, më fal. Është përgjegjësi për gjithë to. Zoti Berisha, nokëzimi, imulizimi, tjetra. Zoti Berisha në këtë moment ose ndoshta ka humbur elasticitetin e politikanëve. Zoti Berisha është i zgjedhur i demokratëve, është kryetari i Partisë Demokratike, është lideri historik i Partisë Demokratike dhe mendoj që zoti Berisha duhet të jetë edhe zgjidhja e problemit sot në Partinë Demokratike. Patjetër që zoti Berisha ka momentin për të reflektuar. Po, ka momentin për të reflektuar. Nuk mund të jenë më drejtues politik po të njëjtat emra. Nuk mund të jenë më njerëz të cilët kanë humbur. Njerëzit të cilët kanë humbur dhe kanë pas përgjegjësi politike duhet patjetër që të zëvendësohen me njerëz të cilët kanë energji. Nuk mund të çosh drejtues politik, më fal, dhe në kupolën më të lartë Partisë Demokratike, njerëz të cilët në orën 4 ti mbyllin bandat kriminale në shtëpi. Po. Njerëz të cilët në orën 4 bandat kriminale ju japin urdhër për të mbyllur në shtëpi. Kush janë këta ose cilat janë këto qytetet paktën? Tani, zoti Berisha duhet të çojë drejtues politik njerëz të cilët nuk i tremben as bandave kriminale, as Edi Ramës, as njerëzve të Edi Ramës, po dalin ballë për ballë dhe përballën. Prandaj, zoti Berisha duhet ta mendojë po shumë seriozisht që drejtuesit politik që do vendosi për zgjedhjet të cilat janë zgjedhje të cilat tregojnë, po themi, është sprova e fundit që do t'i tregojmë demokratëve. Po, kjo është sprova e fundit që do t'i tregojmë demokratëve. Zoti Berisha duhet të vendosi njerëz të cilët në orën 4 apo në 2 apo në 3 bandat kriminale mos t'ja mbyllin në shtëpi. Mos t'i thonë që ti nuk guxon të futesh këtu apo të dalësh këtu. Duhet të çojë njerëz të cilët kanë integritet, njerëz të cilët kanë personalitet,
Njerëz të cilët përballen edhe me krimin, edhe me korrupsionin dhe politikën nuk e kanë thjesht si një karrige personale, po e kanë në shërbim të demokratëve, e kanë në shërbim të shqiptarëve. Nuk ju kemi tashmë borxh vetëm demokratëve, ju kemi borxh edhe shqiptarëve. Shqiptarët i kemi në rrugë. Rezoluta ime ka kërkuar pikërisht mbështetjen atyre protestuesve. Pra Partia Demokratike duhet të lidhet me sheshin. Partia Demokratike duhet ju përgjigjet atyre qytetarëve që ndodhet në shesh, po edhe mira të tjerëve të cilët janë në shtëpi por mendojnë si sheshi. Partia Demokratike duhet të zgjedhë njerëz të cilët ti nxjerrë ata që s'votojnë. Po, ti nxjerrë nga shtëpia për të votuar. Kur them ti nxjerrë, ti janë alternativa që i tërheqin për të dalë për të votuar. Pra, kur Partia Demokratike të mendoj që 500.000 votat të demokratëve të bëhen 800.000, atëherë Partia Demokratike është në rrugën e duhur. Partia Demokratike 500.000 vota i ka pasur në ditët e saj më të vështira, në ditët e saj më të këqija, pa logo, pa vul. Pra kur ne zotin Berisha e kemi ndjekur anije të mbytur Arber. Kur jemi bashkuar zotit Berisha, mendoj që nuk ishte asgjë në atë kohë. Mendoj që askush nuk e mendonte që do vinte kjo ditë, apo jo. Por ne ju bashkuam për parimit. Ju bashkuam të drejtës. Ju bashkuam zotit Berisha sepse u nda me Lulzim Bashën për shkak të parimit. Dhe mendoj që në momentin që zoti Berisha mori 500.000 vota në ditët e tij më të vështira, sot tashmë shqiptarëve nuk mund të dalë dhe t'ju thotë që tashmë krimi, droga etj. Pra, që zgjedhjet kanë qenë të vjedhura, nuk ka njëri që nuk e di. Raporti OSBE-Dirit e tregon qartë. Pra, ju thoni që është përgjegjës që lejoj vjedhjen me njerëz të dobët. Atëherë, mendoj që ajo ishte një situatë e cila unë e kam provuar vetë. Ishte një situatë ku drejtuesit politik, zoti Berisha duhet i gjejë njerëz të cilët nuk shantazhohen. Njerëz që nuk i kap kush nga xhaketa. Njerëz të cilët njerëz të cilët nuk kanë frikë. Nuk i mbyllin dot bandat kriminale. A e dini, t'ju tregoj një fakt që në zonën e Shkozetit nuk futeshin një pjesë e mirë e kandidatëve fare në Shkozet? Të PD-s flasim. Po të PD-s po flasim. Po përse? Po, është kërcënuar, madje është kërcënuar një nga ish kandidatët për deputet në zonën e Shkozetit. Nuk e di këtë. Pra, ka dalë si fakt? Ja, po ta them, po e kemi raportuar edhe në KQZ, kur kemi bërë raportimin në KQZ-s. Ndërkohë, unë në zonën e Shkozetit kam marrë vota më shumë se në gjitha zonat e tjera. Pa që do thotë nuk ka funksionuar presioni. Nuk ka funksionuar, po unë kam qëndruar ballë për ballë. Unë i kam denoncuar. Unë kam qëndruar ballë për ballë me bandat kriminale. Jo, dakor, po them, po e marrë në anën tjetër. Dhe qytetarët, të cilët patjetër ndjeheshin ndoshta të friksuar, ndoshta nuk ma premtonin votën në sy, po ditën e votimit, në emër të asaj qendrese që unë bëra për qytetarët e Shkozetit, ma shpërblyen me votë. Pra nuk ka qenë fort të thjeshtë të shkojë dhe të bëje betejë me njerëzit më të fortë, jo vetëm Durrës, po edhe në Shqipëri nuk ka qenë fort të thjeshtë. Ma lejo të ta them, ata drejtojnë portin e Durrësit dhe të shkosh dhe t'ju biesh pikërisht në interesat ku nuk janë thjesht interesat e atyre, po janë interesat shumë të mëdhaja, unë pikërisht zgjodha, mund të zgjidhja edhe unë të bësha një pazarxhie e vogël si shumë prej tyre. Apo jo, mund zgjidhja edhe unë të bësha një pazarxhie e vogël si shumë prej atyre. Por zgjodha të shkoja të bëja betejë, zgjodha të shkoja të dilja ballë për ballë. Kur nuk kam shkuar në zonën e Shkozetit, po, ju e sfidoj publikisht cilin do, me njerëz nga mbrapa. Patjetër. Kam shkuar me asistentën time dhe me një djalë që më shoqëronte me makinën. Pra, në momentin që ti nuk futesh në pazar me ta, më beso se ata nuk të shantazhojnë dot. Iliriana, për ta mbyllur, hapat ligjor kundër leadershipit PD-s për Këshillin Kombëtar do ndiqni apo jo? Hapa ligjor për te i PD-s. Arber do të bëj gjithçka që është e nevojshme për ta kthyer Partinë Demokratike në legjitimitet. Do të bëj gjithçka për sakrificat e 500.000 demokratëve të cilët qëndruan ditë vështira për Partinë Demokratike. Do të bëj gjithçka për Partinë Demokratike të cilët u shkëputëm nga modeli i Lulit, po nuk u shkëputëm dot nga modeli i Mulit. Pra, kur e shkel statutin Luli është problem, kur e shkel statutin Muli nuk është problem. Unë mendoj, po. Kjo është fiks për ta mbyllur. Unë do të bëj gjithçka që standardi që është legitimiteti dhe ajo çka ne bëm betejë me Lulzim Bashën të kthehet në normalitet. Gjithçka që ne bëm betejë kundër Lulzim Bashës, jo si Lulzim Basha si individ, po kundër asaj që Lulzim Basha prezantoi përpara demokratëve, pra, mori një vendim për liderin historik në gjykimin e tij personal.
Po më fal, një parti politike ka struktura. Patjetër. Një parti demokratike s'dua t'i rikthemi Një parti demokratike duhet të dëgjojë. Do ta ndjekim gjithsesi hapasapit. Ja, vetëm ta them, ta mbyll. Një partia demokratike nuk mundet që të refuzoj qindra mira demokrat. Nuk mundet që mira demokrat që ishin në kuvendin kombëtar, delegatët, vendimin e atyre delegatëve, përfaqësuesve të gjithë Shqipërisë, të cilët miratuan ato që miratuan. Ma lejo të them që unë nuk e kam votuar në kuvend kombëtar futjen e 2 nënkryetarëve ex officio. Nuk e kam votuar që të futen ex officio as nënkryetarë dhe kryetarë komisionësh në kryesi. Po, nuk e kam votuar. Pse? Sepse në qoftë se ka garë, do të futen të gjithë në garë. Jo disa të futen ex officio dhe disa të futen në garë dhe të përplasen me njëri tjetrin. Mirë, është një debat që vijon dhe do ta ndjekim hapasapi. Lirana Kuçana, faleminderit shumë dhe suksese në këtë betejë të re. Faleminderit ju. Kënaqësi që të kisha. Ndërkohë, me këtë intervistë erdhëm në fund të episodit të sotëm, si gjithmonë thirrja është e njëjtë, bëni subscribe, jepni komentet tuaja dhe na ndiqni dhe në rrjetet tona sociale. Deri atëherë ju uroj gjithëve ditë sa më të mbarë.